Miniera e kromit në Bulqiz mban depozite më të madhe të hidrogenit natyror të zbuluar deri më tani në botë. Profesori i Fakultetit të Gjeologji Minierave Bardhyl Muçeku, i cili është pjesë e ekipit prej 8 profesorësh shqiptar dhe francez, që zbuluan praninë e këtij gazi që konsiderohet si karburanti i së ardhmes, tregojnë detajet e studimit, puna e të cilit filloi në maj të vitit të kaluar. Përveç sasisë së madhe, kjo është depozita e parë e hidrogenit natyror të zbuluar deri më tani në botë, duke i dhënë vlera të jashtëzakonshme reduktimit të emetimeve të gazeve me efekt serë që ndikojnë në ndryshimet klimatike. Profesor Muçeku tregon edhe procesin e ndjekur që konsistoi në matjen e fluskave të gazit në ujërat e minierës, ndërkaq duke marrë në konsiderat sasitë më dha vlera ekonomike shumë e madhe. Përdorimi i hidrogenit si burim i pastër energjie për makinat shtëpit apo centralet elektrike është një nga alternativat që vendet e Bashkimit Evropian po promovojnë në drejtim të energjisë së pastër dhe industrisë së qëndrueshme, duke zvendosur burimet fosile sikurse është nafta apo qymiri. Sipas revistës New Scientist, bazuar në vlerësimin para plak, gjeologët vlerësojnë se rezervuari zbuluar në Bulqiz përmban të paktën 5.000 deri në 50.000 tonë hidrogjen. New Scientist, një nga revistat më të njohura për shkencën dhe teknologjinë, me bazë në Londër, thekson se kjo depozit është zbuluar pas kërkimeve në shumë vende për këtë gaz natyror që mund të përdoret si lëndë djegëse e pastër. Në miniera shqiptare, thuhet në artikull, është matur fluksi i cili ka rezultuar më i madh i gazit natyror të hidrogenit i regjistruar ndonjëherë. Shumë kompani ndërkombëtare aktualisht kanë nisur të bëjnë kërkime për depozitat e hidrogenit natyror në të gjithë botën si një burim karburanti i pastër, por provat për akumulitetet e mëdha të këtij hidrogjeni janë të pakta. Në kërkim të provave më thelbësore, grupi i gjeologëve ka bërë studime edhe në minierën e kromit të Bulqizës, ku gazi i hidrogenit që del nga shkëmbimi ka shkaktuar disa shpërthime. Studiuesit zbuluan se gazi ishte më shumë se 80% hidrogjen, me metan dhe një sasi të vogël azoti të përzier brenda. Ai rrithte me një shpejtësi prej 11 tonash në vit, pothuajse një renditje magnitudë më e madhe se çdo rrjedhje tjetër e gazit të hidrogenit të matur nga burime në një pikë diku tjetër në sipërfaqen e tokës.